Fakulteti i Shkencave Humane regjistrimet në rreth 30% më shumë se një vit më parë. Ka përfunduar tashmë raundi i parë i regjistrimeve dhe prej ditës së dieshme ka nisur dhe raundi i dytë që përfundon në datën 8 tetor. Zëvendës dekania e Fakultetit të Shkencave Humane Entela Abdulaj, derisa konfirmon interesin në rritje për regjistrime, përmedjes edhe këtë vit akademik, dega drejtësi mbetet ndër më të preferuarat, por si janë dhe degë të tjera si pedagogji specializuar apo bachelor në parashkollor. Po, ashtu si kundër dhe në fakultetet e tjera të Universitetit të Vlorës, edhe kemi mbyllur raundin e parë të regjistrimeve të studentëve. Në degët e fakultetit, dua t'ju them që ka pasur një nivel të mirë regjistrimi krahasuar me vitin e kaluar dhe me fillimin e raundit të dytë është rritur akoma më tepër numri i studentëve që kanë preferuar të regjistrohen në programet e fakultetit tonë. Sigurisht që ndër më të preferuarat vijojnë të jetë drejtësia, i cili është një master shkencor i integruar 5 vjeçar në drejtësi, por edhe degë të tjera të departamentit e edukimit, siç është pedagogjia specializuar apo bachelor në arsimin parashkollor, që këtë vit ka pasur një rritje të numrit të studentëve të regjistruar. Por nuk kanë mbetur pas edhe degët klasike të tjera, siç është arsimi fillor, gjuhëletërsia, gjuha angleze e të tjerë. Zëvendës dekania konfirmon se nga degët që rrezikohen të hapen ashtu si dhe viti i kaluar mbetet gjuha italiane, ndërsa referuar programeve master ka interes në rritje në atë profesional dhe shkencor. Tani nuk mund të flasim nëse degët janë mbyllur apo jo akoma, pa përfunduar të gjithë raundet e regjistrimit të studentëve. Por ka, për shembull, siç është gjuha italiane, por ne shpresojmë që me plotësimin e raundeve të ketë student që e kërkojnë. Por mund të themi që sigurisht kuotat janë më të larta, por ne kemi mundur që të hapim të gjitha pothuajse 80% të programeve. Ka filluar edhe regjistrimi në mastera, në nivelin master, dhe gjitha masterat e fakultetit tonë ka një regjistrim shumë të kënaqshëm në mastera dhe krahasuar me vitin e kaluar ka më tepër kërkesa ka në studentëve për masterat. Regjistrimi përfundon deri më 3 tetor, kështu që marr shkas edhe nga afatet e regjistrimit që unë t'ju bëj apel studentëve që kërkojnë të regjistrohen dhe të ndjekin studimet në departamentet e Fakultetit të Shkencave Humane të regjistrohen, pasi afatet janë deri në 3 tetor masterat të gjitha niveleve, master profesional dhe master shkencor. Viti i ri akademik starton në datën 6 tetor, ndërkohë regjistrimet vijojnë ende në raundin e dytë të tyre.